Marishën e Pallatit të Kulturës dhe po ashtu edhe për fitore Istri Finalushit, të cilët e kanë mbështetur kaq shumë këtë organizim. Neve përpara ditën e verës së Struga kemi festuar shumë interesant, do thoya, duke shkuar nëpër shtëpi të ndryshme nëpër të gjithë fshatin dhe Katundin, ose nëpër lagje të ndryshme ku duke qenë qytet, duke bërë ciu-ciu dhe duke marrë dhurata si vezë, çokolada të vogla. Dhe sot më vjen shumë interesant se jo si gjithë vitet e tjera, por sot ka qenë pak më ndryshe ku dita e verës është festuar me një zë shumë më të madh. Edhe kjo ishte e bukur që ne nuk e kishim, që bërtitej me zë shumë të lartë dhe festoj shumë më shumë sot se sa më përpara dita e verës. Nuk kam çfarë të them më shumë, unë isha moderatore, u kënaqa shumë me fëmijët në brava sken. Me fëmijët është pak zor të punosh, po është diçka që te kalohet. Edhe po ashtu ju uroj nga zemra ditën e verës dhe paçi verë gjithë jetën. Edhe ciu-ciu, Ciu-ciu. Faleminderit për dhuratën Sibora. S'ka gjë. Sidomos thash që për ditën e verës është mirë të kesh miq nga Struga, ka marrë shumë dhurata dhe shumë qejf. Faleminderit shumë. Unë e pash në internet që ti e kishe ditën e verës të parë në Strugë këtë vit. Të parën. Për atë vendosa që ky vit të jetë me patjetër me dhurata për ty. Faleminderit shumë, Rob. Faleminderit juve.